Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesor Rudin Domi, anestezist reanimator dhe pedagog në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje profesor, kënaqësi që të kem të ftuar në podcast. Kënaqësia ime, ne siç e dim vetë të dy jemi dëshmitar të arritjeve tona bilaterale, pra edhe për ju dhe për mua, gjatë jetës tonë profesionale. Mirë po, ky është rasti i parë në këtë lloj formati, kështu që faleminderit shumë për ftesën dhe urimin për emisionin. Profesor, në fakt, unë përpara se të filloj emisionin, dua të cek një-dy detaje shumë interesante. Së pari detaj i parë që ftesa ime ndaj jush është e vonuar, sepse për një mik të mirë do doja që të kisha pasur mundësi për të pas edhe më herët, kështu që kjo është elementi i parë që do doja të shpreha, dhe së dyti do doja të komunikoja që ju keni qenë një ndër pedagogët më pozitiv që ne kemi pasur në kohën tonë si student, dhe ku në sallat në urologji mbaj mend me shumë kënaqësi, edhe ku ndihmesa juaj si pedagog ka qenë shumë për të qenë e vyrë dhe sigurisht shumë e nevojshme për ne. Kështu që ju të falenderoj. Është nder dhe kënaqësi për mua, pa diskutim, tash rralla nuk ka një lloj rëndësie. Unë do isha i parit, do isha i fundit, kështu që do kem qelluar nga mesa, besoj. Ndërsa në lidhje me pjesën e qenit pozitiv, një kolegu im edhe i pedagog thot rrugët arsimit do butësi. Pra, do të jesh i butë me studentët në mënyrë që ato të marrin maksimumin e mundshëm që ti mund t'i teqosh atyre. Sigurisht është një marrëdhënie që do pra nga të dyja krahët do ushqy marrëdhënia, dhe mendoj që është një ndër shanset e mëdha që unë kam pas gjatë jetës time profesionale të jem edhe pedagog full time me studentët. Atëherë, profesor, le të filloj. Unë së pari do doja të dija diçka më tepër rreth pjesës tuaj profesionale, si keni zgjedhur që të jeni në këtë fushë, si keni zgjedhur të jeni doktor, çfarë ju ka shtyrë më vonë për të qenë anestezist reanimator, që për hiç vërtetës është një ndër frontet më të vështira. Shpeshherë njerëzit e shohin vetëm kur kanë përvoja personale në këtë fushë, sepse gjithmonë jeni ata heronjt e heshtur të sallës. Në fakt, gjatë kohës, pra, të qenit të përzgjedhur për të qenë mjek, ka nisë si një shtyse ime e mbrëmshme, sepse normalisht asnjë nga prindërit e mi nuk janë mjek. Babai ka qenë inxhinier navigator, pra kapiten vapori, mamaja mësuese. Sigurisht në rrjetin tim familjar, me parashtim të vllajit që kishte filluar studime ndërkohë për mjekësi, nuk kemi pas të tjerë. Dëshira për të shërbyer në një farë mënyrë dhe një lloj pasioni shumë i rëndësishëm për mjekësinë më ka bërë që ti futem kësaj rruge. Pastaj në zgjedhjen e specialitetit, tendenca ime ka qenë gjithmonë ke kirurgjia, për së vërtetës. Mirë po, në atë kohë, për arsye të faktit që prej 2 ose më shumë vitesh nuk hapeshin konkurset e specializimit dhe u hapën dikur, i qoftë brezit tim që sapo kishte marru, dhe do të duhesh të konkuronim o për rrethin përkatës, dhe në atë kohë Durrësi ku unë banoj kishte vetëm 2 mjek familje, ose do duhesh të konkurosh për qësut tënd, domethënë. Kjo ishte historia, dhe nga 350 vjet dole 6 në takota anestezia reanimacione. Vitin e parë ka qenë një luftë e mbrëmshme e imja për hiç vërtetë, sepse gjatë gjithë periudhës të paktën nga viti 4 tutje kam frekuentuar shërbimin e kirurgjisë klinikës 3 me roje, me asistenca, pra me një lloj patosi për të bërë kirurg, ndërkohë situata përplasi në tjetër detim. Me kalimin e kohës së specializimit dhe duke e parë veten akoma dhe më tepër brenda një fushë që ishte cek në ciklet tona gjatë kohës si student, arrita të kuptoja që në fakt është një fushë më përshtatet më së miri, që kam brenda dhe manipulimin kirurgjikal, po sigurisht kam brenda dhe një aftësi intelektuale, analitike, andaj që ne themi critical care thinking, që në momentet veçanta, në njësi shumë të shkurtër kohë, duhet marrësh vendimin e duhur, bazuar sigurisht mbi eksperiencën, bazuar dhe mbi, po themi, bagazhin teorik dhe praktik që ti ke. Në finale mendoj që në fakt është specialiteti më i bukur që mund të ketë ndjes për kolegët e tjerë që kanë kaluar apo që do vinë pas meje, sepse përmbledh gjithë urgjencat, siç ju e dini shumë mirë, gjithë urgjencat përfshirë ato psikiatrike,
kur bën të pamenaxhueshëm pacientët në repartet e juaja apo në urgjencën tuaj, përfshihen dhe futen në trajtim edhe në terapi intensive. Pra, të gjitha urgjencat që njeh shkenca mjekësore, që njeh mjekësia, në finale fare përfundojnë në reanimacion. Sigurisht që vetëm këto, por edhe të smur të rënd, të cilët në një farë mënyre humbasin dhe jetën në terapi intensive, kush për arsye të një jetësorie natyrale të smundjes, për shembull një kancer në stad terminal, apo kush për arsye të jetë komplikime të smundjeve kronike që tashmë riakutizohen. Dhe kjo na bën të vënë në sfond të një shumëllëshmërie problemesh, e cila deri diku është dhe intriguese. Në fakt, profesor, unë një njoh në sallë, e kam parë qetësinë tuaj dhe mezi pres që të dëgjoj raste të bukura, raste të veçanta, raste të vështira të karrierës tuaj. E di shumë mirë se çdo të thotë ato sekonda, ato minuta kaq të rëndësishme për të pasur vendimarrje në sallë. Ndaj do doja ta nisja me ndoshta cili ka qenë ai rast më i veçantë, më i vështirë mbase që ju e mbani mend gjatë në karrierën tuaj për kaq vite si anestezist reanimator. Tashmë po mbani 26 vjet në punë, përfshi edhe periudhën e specializimit. Rastet nga pikpamje teknike janë të shumëllojshme, por ajo që më ka ngel mendja ka qenë dhe që e kujtoj shpesh në fakt edhe me kur sigurisht rastisht të bisedohet për një tillë fush, një pacient i Burgut, i cili për një kalkulozë ureterale do të intervenohesh në repartin e urologjisë në shërbimin e rojes. Në atë kohë, salla e operacionet e kirurgjisë përgjithshme, po themi, e urgjencës, nuk kishte aparatin e sjarmit. Aparati i sjarmit ishte i dislokuar vetëm në pavionin e urologjisë dhe do duhesh, po themi, të hapësh pavioni. Sikundër unë anestezist i atashuar pranë urologjisë, ndërkohë isha edhe në shërbim roje, isha në ambientin tim time sinqert, pra në sallën që kisha punuar para dite dhe për arsye teknike pacienti do të bësh dhe sigurisht i shoqëruar me forcat e policisë Burgut. Pacienti sa më pa, më tha, doktor tha, ju mushë syt me lota, doktor tha, unë maj me dhe nga hera parë, unë t'jem shumë sinqert, nuk e kujtoja, ta më ke thënë tha që edhe pse je me policë, po themi, i shoqëruar nga policët e Burgut, dhe s'ke si familjar këtë dera, sot familjarët e tu jemi ne. Kështu që çdo gjë do ta ndajmë bashkë dhe do të përpiqemi që të na shkojë situata sa më mirë të jetë e mundur. Këto fjalë pas këmbshtanun në zotërisë, i cili teksa i thoshte edhe një herë, ju mushë të lot jam prekja zakonisht shumë, sepse në fakt një pjesë e rasteve pikante sigurisht vinë dhe nga kjo kategori, të cilët për një arsye apo për një arsye tjetër kanë përfunduar në, po themi, institucionet e edukimit apo në, po themi, në situata të tjera, por gjithsesi janë njerëz. Janë njerëz dhe madje janë më fragilet e mundshëm, më të thyshmet e mundshëm, më të prekshmet e mundshëm, sepse tashmë nuk kanë më asnjë njeri këdera. Imagjinoni t'ju shoqëroj, po themi, forca e policisë apo policët, dege mjeku, që ju të kryeni shërbimet dhe mas ndërhyrjes ju prapë do të transferoheni në qelinë pra ku ndodheshin. Më ka bërë shumë përshtypje, domethënë nuk e mbaj mend dhe të jemi sinqert, jam ndier shumë mirë. Si shkoi si ndërhyrje? Shkoi shumë mirë, është ndërhyrje standard për urologët, të cilët sigurisht edhe në atë kohë po edhe sot kanë një staf të jashtëzakonshëm mjekësh, sigurisht edhe me teknologjinë përkatëse, por është një ndër pavionet në fakt për i vërtetës ndër më të vështirat e mundshme, edhe pse duket në pamje të parë si diçka më e thjeshtë se sa kirurgjitë e tjera, sepse aty ke të bësh me moshë geriatrike dhe moshat geriatrike kanë pa diskutim të gjithë problematikën, që nga problematika sociale, po themi, pra a kanë njerëz për të shërbyer, nga problematikat financiare, nga problematikat e smundjeve shoqëruese. Jeni parasysh që ende, po themi, zinxhiri i sistemit të mjekut familjes, ndoshta nuk është aty ku ne do të doshim të ishte, dhe përveç kësaj dhe natyra jonë mesdhetare, neglizhuese për krahashi ndjekjes ke mjeku. Kështu që atje në fakt popullata geriatrike që ishte kryesore në pavionin e urologjisë, mbart në vetvete një sër sikletesh dhe komplikacionesh dhe veçorish anestetike edhe në periudhën mas operacionet.
Doktor, po në raste të tjera që ndoshta kanë qenë të vështira në nivel profesional, por që kanë rezultuar me sukses. Pra ju i kujtoni dhe janë raste që i kujtoni me krenari sepse vërtet puna është bërë siç duhet dhe ka shkuar mirë. Kjo është një pyetje në fakt me shumë vend, jemi sinqert dhe falenderoj shumë sepse kemi mundësi të themi që së bashku me kolegët kirurg ne kemi realizu, janë realizu, sepse sigurisht puna në sallë operacionit përmban disa element, pa diskutim dhe është multidimensionale dhe fryma e ekipit duhet jetë pa diskutim linja e parë që duhet ndriçojmë mendjet tona gjatë një veprimtarie të caktuar ditore, sepse edhe një operacion që mund të jetë banal fare, nëse nuk ka bashkëpunim midis strukturave apo faktorëve të ndryshëm, pra kirurgut, anestezistit, infermierëve të sallës, infermierëve të pavionit, diagnostikës, laboratorit, mund të shndërrohet në një katastrofë shumë të madhe. Nga pikpamja profesionale mendoj që ndër pikat kyçe të karrierës time janë 2 transplantet e para renale që janë bërë në QSOT në atë kohë, në repartin e urologjisë, sigurisht shpërblindje që kam serinë më të madhe të surenalektomive, adenalektomive të bëra në Republikë Shqipërisë, të anestezive flas, pra për feokromocitom, për kon apo për Cushing. Neurokirurgjia pediatrike është një ndër fushat që kam lëvruar së fundmi me shumë sukses, rreth 45 fëmijë të operuar, janë pak si shifër, po janë raste të rralla përgjithsisht dhe përbën një ndër sfidat e mëdha të anestezistit, i cili punon dhe me fëmijë, po punon dhe për neurokirurgjinë e fëmijëve, pra i ka të dyja. Ndërkohë pastaj që kirurgjia e zgjuar, neurokirurgjia e zgjuar është një ndër, po themi, serit e operacioneve që unë e kam shiu shumë, janë rreth 15 raste që kam të regjistruar në emrin tim si anesteziflas, është një sfidë e vërtet. Kuptohet që çdo operacion, sado i vogël që të jetë, mund të mbartë në një përqindje të caktuar, sigurisht mund të mbartë rrezikun e komplikimit dhe në përgjithësi tentoj që të trajtoj me seriozitet si një rast, sado që ekspertiza ime në rastin konkret mund të ishte, po themi high, mund të ishte shumë e lartë, prapë të duket sikur është hera parë dhe duhet të duket sikur është hera parë, për arsye sepse do duhet në një farë mënyrë të jesh në vigjilencë të plotë. Për shembull, ka qenë një rast, është operuar ditështune, një aneurizëm intrakraniale gjigande, e klipuar në sallë me kirurgji pra open, pra jo me endovaskular. Sigurisht përveç vështirësisë operatore, pacienti ishte 130 kg, hipertensive, diabetike, me vështirësi lingvistike gjusore në lidhje me komunikimet post-operator. 64 vjeç. Por situata shkoi mirë sepse sa herë që ka impenjim, gjëja transmetohet edhe mjekëve të ri anestezistë të diplomuar apo specializantë, dhe sa herë që ne impenjohemi, gjithmonë rezultatet garantohen. Unë në fakt në gjithë këtë gjë që dëgjova më troi që shumë pjesa e ndërhyrjeve që keni bërë tek fëmijët, në rastet më thatë keni pas rreth 45 po. Raste fëmijësh, mund të ndash me ne, lutem doktor, në një rast specifik, në mënyrë të përveçme mbi situatën që ka pasur, si ka shkuar. Besoj që jemi të dy dakord që pjesa e fëmijëve është gjithmonë më sensitive në raport me familjen, me prindin, dhe është një gjë që ndoshta mund të shërbejë shumë edhe për ata që na dëgjojnë në këto momente. Në fakt, në lidhje me neurokirurgjinë pediatrike, rastet që ju citova, nuk është se ka diferencë shumë të madhe nga pikpamja e ambientit familjar në lidhje edhe me kirurgjitë e tjera, sepse fëmia mund vite për një cirkumcizë, po themi, apo për një apendektomi, apo për një hipospadi, apo për një hernie inguinale, dhe sensibiliteti i prindërve tek dera operacionet teksa po të dorëzojnë fëmin, ndërthojnë apo të dorëzojnë fëmin, është shumë i madh. Nga ana tjetër, kam qenë vetë konsumator i një situate të tillë, tashmë në rolin e prindit me të dy fëmijët e mi, dhe me shumë sinqeritet nuk ka të paguar siguria dhe qetësia që kolegët e mi anestezist i jepshin kolegut vetë anestezist, pra
një farë mënyre po fliqe me të njëjtin gjuhë, që rrugë do shkoj shumë mirë, mos e bë marak çeti, e din, ne kemi eksperiencë, dhe në fakt ashtu ishte. Pra, në këto momente tek kirurgjia pediatrike, pra tek anestezia në kirurgjinë pediatrike, po themi, pavarësisht në specialitetit, sigurisht element shumë i rëndësishëm janë dhe prindët. Dhe involvimi i tyre, sidomos në botën që është më përpara se ne, pra në vendet që janë më të zhvilluara se ne, me infrastrukturë ndoshta më të zhvilluar se ne, edhe pse Shqipëria ka bë hapa kalopan përpara, garantohet një pjesëmarrje aktive e prindit deri në shoqërimin në sallë të operacionit. Ndërsa neurokirurgjia tek këta fëmijë, pra një fëmijë që vjen për të operuar për një tumor intrakranial, sigurisht paraqet sfidë të veçantë edhe në ndjekjen mbrapa. Prandaj përgjithsisht ekipet këtu janë të kombinuar me pediatër për ndjekjen mbrapa, me neurokirurg që rrin ke koka pa diskutim dhe sigurisht me mjekun anestezist në periudhën intraoperatore dhe postoperatore. Doktor, në vimësi të bisedës tonë, do doja të dija në një rast që ka qenë tepër i vështirë edhe që sigurisht pas punës tuaj, pas përkushtimit të ekipit, ka rezultuar me sukses në nivel sallës. Më bën përshtypje një rast në fakt i cili ishte një burr rreth 47 vjeç, i cili vjen për të bërë tumor intraabdominal, pra me këtë diagnozë, imazheria, skanerat, rezonancë që bërë paraprakisht nuk arrinin dot ta ndanin le të themi origjinën, pra nga cili organ. Dhe zakonisht në këto momente vendoset kjo diagnoza që është pra një tumor mrena barkut, pra tumor intraabdominal të thosh. Në fakt shpesh herë për i vërtetës të tilla raste shkojnë shumë lisho në sallë dhe normalisht ne nuk kishim asnjë të dhënë në lidhje me jo vetëm me po themi origjinën nga tumori, pra cilin organ kishte prek tumorin që kishte dalë po themi në hapësirën midis organeve, por nga ana tjetër as ne të dhënë paraprake çfarë lloj tumori, pra në sensin malign, benin apo me problematika tjera. Sigurisht duke qenë se jemi përpara një të papriture, pra nuk e kemi ende të qartë tamam po themi diagnozën, zakonisht skenari i përgatitjes anestetike është i plot. Pra pacienti vjen në sallë të operacionit, monitorizohet me sipas asës me të gjithë parametrat, me linjë arteriale, pra që të marret presioni arterial nga arteria radiale bit to bit, pra për çdo rrahje të zemrës, me kanjul venoze centrale, jugulare e brendshme, dhe hap pas hapi filloi operacioni. Në një moment caktuar i them kirurgut, shikoj se këtu ka diçka që nuk shkon. Pacienti nga gjithë shenjat e mia rezulton të jetë anestezi të mirë, në anestezi të thellë, pra nuk ka luhatje të anestezisë në këto situata. Por ndërkohë, sa herë që ti prek tumorin, tumori ajo shoqërohet me rritje të mënjeshme të frekuencës kardiake, me shërbullime të ritmit, me tensione arteriale 220, 200, pra sistoliku, pra i lartë që i thot populli. Pra në këtë moment i them shiko, këtu ka diçka që nuk shkon. Prandaj ne këtë do ta trajtojmë si të jetë feokromocitom, pra tumoret e gjendës mbiveshkore, edhe pse si ishte në gjendë mbiveshkore, por që sekretojnë shumë katekolamina, adrenalin, noradrenalin kur preken. Dhe në fakt ecuria në sallë të operacionit ka qenë një ndër sfidat më të mëdha të mundshme, sepse paraprakisht edhe psikologjikisht ekipi i anestezisë, po dhe kirurgu nuk ishin përgatitur për një të tillë tumor, i cili përveç se ishte tumor, pra masë tumorale për të hequr, por ndërkohë ishte edhe hormonalisht sekretuese, pra ne sekretonte hormonet katekolaminat në rast konkret, gjë që reflektohesh ke tensioni dhe ke frekuenca. Këtu është një element shumë i rëndësishëm, që unë në fakt ju aceka dhe pak më përpara, është elementi bashkëpunim. Në çdo momenti anestezisti në këto situata do duhet patjetër të jetë shumë ngushtë me kirurgun, ti harrojnë çdo gjë zën kanë nëse kanë apo pak nësi, sepse bëhet fjalë për jetën e pacientit, dhe sigurisht një anestezist i mirë do duhet patjetër të shohë edhe fushën operatore për me kuptuar se në cilat zona po operon kirurgu dhe si po i shkon situata. Siç edhe kirurgët kur janë të përgatitur pa diskutim, dhe sigurisht i kemi shembuj të tillë të jashtëzakonshëm me shumicë, hedhin sytë nga monitori her pas here, ose në një farë mënyrë i japin një lloj parashikimi, sikur se unë do prek për shkak këtë moment dhe kujdes sepse kjo ty mund të reflektohet në po themi në tension apo në frekuencë. Në trombozat për shembull të venës cava
dhe rastin e parë është bërë në urologji në vitin 2014, në trombozat e venës cava inferiore, pra një enë shumë e madhe gjaku që kthen gjakun nga organet abdominale për në zemër, si pasojë një tumori renal gjigant, ekipi ka qenë i përbashkët, pra urolog, vaskular, dhe sigurisht ne kishim bërë planin e detajuar të anestezisë më përpara. Ky rast shkoi shumë mirë për arsye sepse monitorizimi Sa orë shkojnë si ndryshyrje? 7 orë gjysmë nëse nuk gabohem, sepse u skeletizuan, pra në një farë mënyrë u nxorrën në pa aorta, vena cava inferiore, u bën nefrektomia radikale, pastaj filloi na avash avash u vun laço edhe arteria dhe pra edhe aorta dhe vena cava inferiore dhe në moment pastaj është hapur dhe është nxjerr trombi. Sigurisht bashkëpunime shumë e rëndësishme, unë kësaj të shoj shumë dhe në farë mënyrë një plan të qartë, nuk mund të futesh kuturu në blok operator, qoftë me një rast po themi thjesht, do ta kesh qartë në kokë skenarin. Doktor, po në një rast që ka qenë i trisht, një rast që ka qenë deri diku që ju ka mbetur në mendje dhe ju ka trishtuar në momentin që ka ndodhur për shkak të ndoshta jo të ecurisë jo të mirë. Është një rast në fakt i vitit 2000, unë kam qenë në vit të tretë specializimit për nga i dytë në tretin për anestezi reanimacion dhe isha në shërbim roje në repartin e neurokirurgjisë reanimacion dhe bin një fëmijë 9 muaj, gjë që ishte fare e zakonshme për repart, se aty kryesisht hospitalizoheshin, po themi, të operuarit adult, fëmijët kryesisht shkoshin tek reanimacioni e pediatrisë, po themi. Dhe ndërkohë, sigurisht fëmia është në gjendje koma me kontuzion post-traumatik, dhe shoqërizohen për jashtë, mbas i japin ndihmën e parë fëmijës, në gjendje shumë të rëndë fëmia, gjë që u reflektu dhe ke mos mbijetesa e tij, një ditë e gjysmë vonë, shoh një grup që ishte gjyshja. Pra, ajo më shpjegoi të gjithë historinë. Historia ishte skandaloze, pra në autostradë, për plas gjithë familja, babë e mamë të vdekur në vend, 2 fëmijë, një ishin të bu në Kushtarak, të voglin fare, kishin pruken edhe, imagjinoj gjyshet e shkret që ishin ndarë në dhe imagjinoni në atë kohë që bëhet fjalë vitin 2000, kam përshtypjen as celulare, s'ka pas llogarisë infrastrukturën tonë në çdo lloj pikpamje. Unë mendoj në fakt që për vërtetës shërbimi jonë shëndetësor, pra ajo që ne i ofrojmë njerëzve nuk varet vetëm nga njohuritë tona, por varet dhe sigurisht nga detajet vogla ndukje, por shumë të rëndësishme siç kanë njohuritë mbi po themi rregullat e qarkullimit, mënyra e transportimit pacientit në spital, alokimi aty ku duhet, pra një smur pediatrik shkoj ke pediatria apo anasjellës apo ke traumë në rastin konkret, dhe sigurisht në një farë mënyre dhe mënyra se si po themi të afërmit e përballojnë këtë situatë, sepse mos harrojmë që jemi një popullat, siç e thash parë, mesdhetare dhe mendojur me një lloj ngërçi psikologjik përkashi mjekëve. Që sigurisht mund të jetë ushqyer nga të dyja palët, pra nuk po është temë gjërë që nuk. Doktor, 26 vite karrierë, roje besoj kanë qenë të numërta. Në 10, sipas llogarive të përafërta, në 10 vite, 3 vite, ditë, pra 3 vite kemi qenë roje. Pra po ti mbledhësh gjithë shërbimet e rojeve në çdo 10 vjeçar. Që do të thotë, e thënë ndryshe, pa fund urgjenca, pa fund raste të vështira, pa fund momente kritike dhe sigurisht momente që janë decisive për të vendosur diagnozë. A mban mend ndonjë roje e cila ka lënë gjurmë në mendjen tuaj, diçka që ka qenë ndryshe nga rojet e tjera, ndoshta për shkak të vështirësive që ke pas? Janë 2 raste në fakt. Një situatë që jo është edhe për qeshtë për qarë, një situatë që ishim punu gjithë natën në roje shumë e ngarkume, ditë diele, dhe kishte fillu gati dhe tendenca që një farë mënyrë spitalet e rrethave binin goxha të smur në Tiranë, në Qesut, dhe jo rrallëherë, madje shpesh herë ne na kapte mëngjesi, pra e gdhishëm sallë të operacionit. Kishim punuar aq shumë sa që s'kishim as respirator ma në terapi intensive. Ishte ora 7:30 mjesit,
pacienti sa po mbaroi interventin, apo shtati çajt diçka e tillë, sa po mbaroi interventin, e kemi marrë intubum se s'kishim respirator në sallë të operacionit me aparatin e anestezisë. Imagjino të vitë një urgjencë tjetër, po themi se çdo bësh. Sigurisht pastaj me të kaluar atë që vjen dhe kolegët në punë në farë mënyrë u zgjidh situata, por është shumë e vërtetë që thatë juve që shërbimi i rojes të përplas në situata nga më të çuditshmet. Dhe sigurisht pa e çuditshëm njerëzit që ti në pamjen e parë mund të nga pamje mjekësore mund të konsiderosh të vdekur, ose mendon edhe pse jep maksimumin për atë 1% që shpresë ai mund të ketë, ndoshta thellë nuk arrin dot ta perceptosh, po themi, suksesin. Dhe ka qenë historia e një zotërie i cili ishte ke tregu i rrobave të përdorur, që shtrohet diku afër neurokirurgjisë ka qenë atë kohë, i cili shtrohet për hemorragji gastrointestinale. Pa hemorragji gastrointestinale të tillë situatë ose kisha parë. Pacienti është fut në arrest kardiak në sallë të operacionit, kishte dështuar disa herë skleroterapia tek ai, dhe është fut në arrest. Pra praktikisht ishte në arrest kur ka hyrë në sallë të operacionit, e kemi intubu, eden hajde të bëjmë çat kemi në dorë, dhe sigurisht ka bërë të 2 herë tjera arrest në sallë të operacion. Sa që kirurgët më thoshin rrugë mu s'kam puls në orë, thoshë po jepi ti bursi çaj, se është pra se jemi me potencial të thellë dhe ti ne nuk edhe 2 herë tjera arrest në sallë. Pacienti sigurisht doli në terapi intensive, është ekstubu mas 3-4 ditësh. Vazhdoi aktivitetin e vet tregtar dhe një 10 vjet tjera, që nuk e di ç'bëhet, ku bëhet, domethënë sepse tregu u prishta dhe por që edhe aty kur megjithatë ndoshta nga pikpamja mjekësore mendon që shikose ndoshta s'ke, edhe aty mund të lindi shpresa, dhe me thënë drejtën është një rast që s'kam për ta harruar. Shpeshherë e kujtojmë dhe me kirurg që ka operuar, që se mund të kishim thënë kollaj, mbaroi dhe po jo, është. Doktor, në fakt, ndërkohë që ju dëgjoj, në mendje më vjen opinioni që kishim kur ishim student për anestezi reanimacionin, që e gjykonim si një fushë me një ngarkesë emocionale shumë të madhe. Për i të vërtetës, edhe në fakt edhe sot e mendoj që është një fushë ku ngarkesa emocionale realisht është e lartë për shkak edhe të dinamikave që ka salla. Unë do doja t'ju pyesja, a ka pas në një moment që jeni ndjerë me ngarkesë më shumë se ç'duhet emocionale, ndoshta keni ndjerë edhe një lloj ankthi, një lloj ngarkese të tillë që keni menduar për të bërë ndonjë hap pas në karrierën tuaj? Shiko, ajo përgjithsisht inteligjenca emocionale, apo të pasurit frikë, apo të pasurit ankth, sigurisht është për njerëzit normale, për njerëzit tek i cili sistemi nervor qendror funksionon si duhet. Pra çdo njeri në fushën e mjekësisë, por ndoshta edhe fusha tjera, po flasë për mjekësinë, sigurisht e përjeton këtë, sepse nuk ka më pak ngarkesë ndoshta edhe okulisti, teksa po operon syrin e vetëm që ka pacienti, po themi, edhe pse është anestezi është kirurgji me low risk në krahasim me kirurgjitë e tjera për cilët kërkohet anestezia e përgjithshme apo kujdes në terapi intensive. Kështu që ankthi është pa diskutim pjesë e punës tonë. Por ajo që është e rëndësishme është që e para edhe kjo nuk është me të mësuar, në fakt nuk është me të thënë, kjo është me të shpenzuarit kohë në spital dhe me të lexuarit dhe me të punuarit me pacientin. Të lexuarit letërsi që lidhet, pra domethënë jo artistike, pra ajo që lidhet me zanatin. Sepse do duhen 2 elemente të theksohen këtu, të paktën sipas eksperiencës time në gjithë këto vite. E para, i fundit që duhet ta çoj veten në shmjeku, sepse aty ka dhe personel, ka familjar, ka infermier, të cilët ty të shohin apo mjek të ri. Dhe së dyti, menaxhimi i stresit është një siklet në vete, është një problematik në vete që varet nga personaliteti i mjekut, nuk është vetëm nga përgatitja. Por gjithsesi me kalimin e kohës dhe me eksperiencën arrin ta ajo pastaj që të shërben shumë, dhe që kjo është sigurisht një po themi leitmotiv që unë i flas dhe mjekëve të ri aq sa ka mundësi të them, është fakti që gjithmonë duhet të qenë përgatitur në sallë të operacionit, në sensin që të di se kë operacion ke sot, kë kirurg ke sot. Ka të bëjë shumë dhe ekipi, sepse ka kirurg që
e bëjnë operacionin përgjysmore, ka kirurg që për të njëjtin operacion shkojnë 2 orë, siç ka anestezist që e zgjon pacientin sapo marron kirurgu apo e zgjon pacientin 2 orë mbas e ka marrë kirurgu. Pra, këto janë variabilitete. Pra, në varësi të pjesëtarëve të ekipit i arrin të krijosh por praktikisht e din që më përpara dhe fillon ta përgatitesh veten me nëse e ke të qartë atë që do bësh, përgjithsisht pjesa por ekziston, nuk mund ta mohojmë dot që ekziston, nuk diskutohet. Një ndër rubrikat interesante që ne kemi pasur dhe që kemi pyetur qytetarë lidhje me ndonjë pyetje interesante që mund të kenë në raport me fushën tuaj, kanë qenë në fakt 2 pyetje që unë kam veçuar. Një është a keni patur ndonjë rast në karrierën tuaj kur ndonjë nga pacientët gjatë procesit të ndërhyrjes është zgjuar? Ka shkuar deri fundit të anestezisë, ndoshta nuk është llogaritur siç duhet, ndoshta ndërhyrja ka shkuar më gjatë në kohë se ç'duhet. Keni pas një situatë tillë? Në memorien time nuk verifikoj rast tillë që pacienti jetë zgjuar sa të operacionit. Sigurisht teknikat e sotshme të anestezisë janë teknika shumë safe, shumë moderne dhe përgjithsisht është e garantuar historia e zgjimit, nuk diskutohet ajo. Pastaj një problem tjetër që ngelet aty për të diskutuar është momentet veçanta kur pacienti mund të thotë që shikoj se un kam ndier dhimbje gjatë interventit. Kjo është një histori në fakt që më ka bërë të thellohem pak në literaturë sepse më kanë bërë si pyetje dhe sigurisht në qoftë se anestezia nuk është e balancuar si duhet, atëherë mund të jetë rreziku dhe zakonisht ndodh në anestezitë që përfshin moshat geriatrike, sepse aty anestezisti duke pas parasysh efektet negative ndërthonjëse të anestezisë mbi tensionin, mbi trurin, mbi respiracionin, tenton të jetë më dorështrënguar në anestezi. Po për termin jo korrekt faktor shtrënguar, sepse në përgjithësi anestezia nuk është as dorë lëshuar, as dorë shtrënguar, ajo llogaritet mbi bazën e shumë parametrave, që është gjinia, mosha smundësh-shoqëruese, proteinat plazmatike, lloji i interventit, lloji i lëndës anestетike që ti do përdorësh, pra janë shumë të kesh shanset janë shumë të ulta që absolutisht ja, nuk diskutohet. Po në një sens tjetër për shkak një ndër prap pyetjet interesante që un kam evidentuar ka qenë pasojat afatgjata në nivel cerebral, sepse për shembull po të llogarisësh të pjesën e ndërhyrjeve estetike që Sabine bëhet më shumëta, një ndër pyetjet interesante që kemi marrë është a justifikon ndërhyrjet kaq të mëdha që bëhen edhe efektin afatgjat që mund të ketë anestezia që merret në tilla raste ndërhyrjesh? Tash këtu anestezia në përgjithësi efekte afatgjate nuk ka. Sigurisht duhet kemi gjë parasysh, sa më tepër kohë ti të kalosh në sallë të operacionit, pra sa më gjatë jetë interventi, aq më shumë janë mundësitë e rrisjeve të interventit, aq më shumë janë mundësitë e komplikacioneve septike, po themi, çrregullimeve të kullivit citobazik, hidroelektrolitike etj. Pra sa më gjatë, aq më shumë rrezik ka ose mundësi për komplikacione ka pacienti. Afatgjate nuk ka. Pacienti mund të hyjë 2 herë me ditës në anestezi. Pacienti mund të hyjë edhe 2 herë me ditës me anestezi spinale, po themi. Sigurisht tentojmë të evitojmë çdo lloj ndërhyrje apo anestezie që është e panevojshme, sepse pa diskutim që komponenti afatgjat mungon, por është komponenti afatshkurtër, pra ndikimi që ka anestezia mbi organet e organizmit. Këtu është një topik interesant në fakt që më lejo ta shtoj nëse ka mundësi, sepse ma kanë bërë pyetje mua drejt pas drejti në vizita pra anestetike, doktora ka rrezik për fëmin tim, po themi anestezia. Sepse deri në para rreth 15 vjetësh, në provat e bëra në primatët që ngjajnë me ne, pra kryesisht tek majmunët, u vërtetua që nëse anestezia administrohet mbi 1 ose 2 orë në mënyrë të panevojshme tek truri ende në formime sipër i një 0 deri në 3 vjeç, fillimisht ke majmunët, pastaj u bën dhe prova tek njerëzit, kjo shoqërohet me ndryshime të rëndësishme kognitive në periudhën e adultërisë. Dhe për këtë arsye, rekomandimet e sotshme janë shumë të qarta, nëse nuk është urgjencë, po themi, evitohet çdo lloj ekspozimi 0-3 vjeç ndaj anestezisë. Evitohet çdo lloj riekspozimi nëse është ekspozuar herën e parë për një urgjencë dhe herën e dytë po mos jetë urgjencë. Prandaj ky është edhe një, po themi, motiv sigurisht dhe për popullatën tonë, e cila dëshiron në raste festash, po themi, qoftë edhe fetare, pra po hyj pa motiv mjekësor, po hyj që e bën për qejf, po themi,
ti nështron një ndërhyrje kirurgjikale të karakterit, po themi qoftë edhe fetar, siç është rasti cirkumcize për shembull, në këto mosha, nga është e mirë të evitohet sepse edhe të lehet nëse megjithme fëmia do të ketë nevojë për një apendicit apo për një hernie, siç kanë pasur fëmijët e mi që ishin detyruar të hyshin në sallë operacioni me to. Pra, lehet për një rast, pra lehet për një emergjencë. Dhe ndërkohë, sigurisht që me të njëjtat mekanizma që lëndët anestetike realizojnë anestezin, me të njëjtat mekanizma në një tru të ende të papjekur, me sinapse, me neurone dhe me, po themi, lidhjet ndërmjet neuroneve ende të pazhvilluar si duhet, e dëmtojnë trurin. Nuk bëhet fjalë për dëmtime që prekin inteligjencën apo, por sigurisht në çrregullimet kognitive në periudhë dotërie, të cilat janë vërejtur rëndom. Doktor, le të kalojmë një fushë tërësisht tjetër. Le të kalojmë pak tek pjesa juaj personale, si individ në shoqëri, çfarë do të shton më shumë në realitetin tonë? Tash ideja është e tillë që meqense avash e kemi kaluar gjysmën e kohës punës, pra na kanë ngel me punu më pak se sa si kohë flas se sa sigurisht vite, domethënë 17 vjet tjera përpara. Ka filluar avash të mendoj çik për pensionin, në fakt, me thënë drejtën, dhe kemi në fakt modele vivente sot të një narcisizmi geriatrik profesional, që unë jam të pa me shumë kujdes dhe me shumë vërejtje, sepse nuk do doje në mënyrë absolute të degradoje në këtë situatë. Ndërkohë që nuk e di e keni prezent apo jo The Resident, që është një të serialet që është me sferën e mjekësisë, aty një kirurg i cili i dridhesh dora në prag pensione apo kishte kaluar 2-3 muaj nga pensione, po i dridhesh dora, komiteti kualifikues nuk e dha ma licencën që ai të punonte. Ai e përjetoi shumë keq, por sigurisht aty i krijuan hapësirën e një vendi honorifik për të mësuar të rit. Pra të gjithë atë bagazhin e vet, njohurinë e vet që ai kishte, skillset e veta dhe po themi eksperiencën e krijuar gjatë shumë viteve punë, ai t'ia kalonte brezit të ri. Është një element që do më duket në fakt ta vlerësoj mirë ke vete, sepse asnjëherë nuk mund të thush jo, por shpresoj që kur të vi dita pensionit të dal faqe bardhë në pension dhe të mos asgjasë ma dhe t'i lejmë hapësirë brezave të ri, të cilët janë shumë të rëndësishëm, sepse janë ato që në një farë mënyre për i vërtetës do na kurojnë neve, do na marrin neve në dorë, kështu që kur e mendon këtë pjesën e frikës, edhe le ta quajmë jo frikë këtë pjesën e pensionit. Në atë moment tjetës tënde, si do doje të mbahesh mend? Si pozitiv, si ajo që thatë juve që në fillim, domethënë sepse në fakt siç i më ndjeni sepse në një pjesë të sferës time akademike apo në angazhimet në për konferenca je pa diskutim një ndër pikat e referimit dhe ku ne kemi derdhë unë dhe kolegët e mi kemi derdhë një pjesë të mirë të eksperiencës tonë në për referime. Pra kjo pjesë së fundmi po më intrigon rëndësishëm sepse mendoj që kam akumulu për me shpreh, për me fol, për me të çu, aq sa di unë të paktën në lidhje me sferën time. Dhe këtë në fakt e shoh si një lloj rivitalizimi, sepse nëse i hym karrierës, po themi profesionale, deri para pak vitesh kam marrë referencë, pra kam marrë shënime në sensin e numrit të rasteve. Pastaj kam specifikuar rastet që ju thash juve, pra sektor të veçantë të neurokirurgjisë apo më tutje të regjistruar 1 për 1 me diagnoza mosha kozjatit të vendet e tjerë. Por është mbi 15.000 spinale, anestezi spinale të bëra dhe diçka ke 23-4.000 të paktën deri para disa vitesh anestezi të përgjithshme. Dhe në këto momente që flasim. Pa futur tu pasaj manipulime terapi intensive, kanjulat centrale, epidurale, pa këto nuk arrit do t'i. Nuk arrit do t'i. Ndërkohë kemi edhe 17 vite tjera përpara. Pra, është kriju, mendoj unë, dhe gjej mirë kuptim pa diskutim dhe nga kolegët më të ri, që ma kërkojnë shpesh, profe një leksion për këtë, profe një leksion për këtë tjetër, apo ke material për këtë dhe ja çoj në kohë rekord. Unë po ju drejtojmë tani si profesor në sallë, edhe në rutinën tuaj profesionale.
nuk ndihesh ndonjëherë i shfrytzuar emocionalisht, por diku profesionalisht, sepse këtë lloj pozitiviteti ne do duhet që ta përcjellim edhe si një mesazh për ata që na ndjekin. Ndonjëherë profesionisti vetë, në momentin që vetëm i kërkohet, ka një lloj ndjesie momentale që të shfrytëzimit, le të themi, dhe profesional dhe emocional. Një ndjerë në një profesor në këtë mënyrë. Tash këtu historia është që nëse ka një palë një farë mënyre ndërthonjëse e shfrytzuar, është familja ime. Të cilët kanë pra ime shoqja është bankiere karriere prej 23-4 vjetësh në sektorin bankar. Kemi 3 fëmijë të mrekullueshëm, tentojmë t'i bëjmë njerëz të mirë, sigurisht dhe të arrijnë profesionet e tyre dhe në shkollë. Dhe janë ato që në një farë mënyre heqin po themi edhe një pjesë të problemeve të stresit tonë, aty në ankteve që biseduam pak më përpara edhe në shtëpi. Dhe sigurisht gjej rastin pa diskutim t'i puth fort edhe t'i falenderoj shumë. Ndërkohë pastaj që në lidhje me shfrytëzimin që ka të bëjë me marrëdhëniet midis kolegëve, sigurisht që ka momente që e mendoj, por kam filluar ta shoh me syrin që ndoshta ky është, po themi, misioni im jo familjar, sepse familjar që është i pari nuk diskutohet. Pra misioni im jashtë familjes, pra le ta bëjmë pa kosto fare, le ta bëjmë ndonjëherë dhe mërzitem kur shikoj ndjes, kur shikoj që ato 2-3 gjëra që kemi biseduar, po themi mbi 2-3 herë prap nuk, por e justifikoj me faktin që sot brezat po ecin edhe po ndryshojnë nga edhe si filozofi jete nga ne. Kështu që përgjithsisht përpiqem ta shoh edhe këtë pjesë me pozitivitet. Fundit ajo që ne ka munguar neve nuk duhet t'i mungoj brezave që vinë. Pra, ne na ka munguar libri, në sensin që shumë të vështirë librat në atë kohë që u kam qenë student apo në specializim të gjeheshin, ishte shumë e vështirë, s'kishte internet, pra ku të kapshim ndonjë fjalë që dikush kishte lexuar më tepër apo pra këto kanë qenë situata që sot të rinjtë të sotshëm nuk i kanë fare problem, por i mungon ai tharmi që unë i them shpreh e lexuar, kjo nuk është e imja, to teach how to learn. Pra, ti mësosh se si të mësojnë. Pra, libri mund të jetë, pra traktatet e anestezisë janë me për shembull Mile, që është Bibla e anestezisë, është 2800 faqe, por e kaluar nga unë, them shikoj se e ke në filan kapitull atë që don dhe ose lexo këtë librin tjetër përpara se shkosh ke bilesin. Pra, mënyra që ai ta gjej vetëm shumë shpejt ke materiali që don, sepse sigurisht edhe vëmendja. Profesor, më folët për familjen. Sa mendoni që ekuilibroni kohën tuaj në raport me ta dhe sigurisht me punën? Tash këta do të pyesësh nuse pas. Yes. Ja, çka unë e thash të shparë në fakt, dhe kjo është në fakt opinion i përgjithshëm i sektorit ku punoj. Pra, edhe kolegët e tjerë, sa herë që ulemi për dreka apo për darka bashkë me gratë apo me familjet tona, shpeshherë kjo temë ceket, sepse je 24/7 përgjithsisht, pra je një kolegu që duhet të jetë në shërbim nesër, i ndodh një fatkeqësi, do duhet ta mbulosh ti, ndërkohë ke bë plane të tjera me familjen. Pra, në përgjithësi të tilla mënyra e ekuilibrimit është e vështirë, pa diskutim. Dhe sigurisht tash familja është ajo që e vun në radh parë, por deri diku dhe edhe janë mësuar dhe më mirë kuptojnë. Dhe sigurisht jam i bekuar nga Zoti për familje. Jo, më cituat një moment interesant, jam i bekuar nga Zoti, thotë apo? A besoni në Zot? Unë besoj, jam ne i përkasëm një brez ateist në fakt, pra ne jemi rritë në shkollë pa ashtu, familja ime pra origjinale, pra e origjinës, pra nuk është sa kanë qenë kështu të, po themi, të lidhur shumë me fen, por ajo që unë e gjykoj shumë keq, me thënë të drejtën, është fakti që kur shoh modele kur të qenit, pra të deklamuarit fetar
nuk shkon hiç me stilin e jetesës. Dhe përpiqem në një farë mënyrë të jemi sinqert, të jemi korrekt me njerëzit, sepse edhe pse festojmë Krishtlindje, në një ditë mund të marrë edhe Ramazan, me thënë drejtën, por nuk është se natyra ime dhe puna, edhe unë ka kolegë që e mbajnë pa të po është i çik më ndryshe. Plus dy ilaç që i marrin nuk opinioni i vërtet është njeriu i mirë është absolutisht shumë herë më pozitiv se sa njeriu që është fetar. Përpiqem të jem korrekt, domethënë kjo është. Pra, edhe që nëse pra që të na shkojë ajo që pra ju e keni parasysh që titull profesor të jep okay, të jep ato vlerat akademike, po themi. Por ti nëse këto vlera akademike nuk i përkthen punën tale të përditshme në blok operator, në sallë të operacionit, këto dy komponentë që duhet të jenë në unison me njëri tjetrin, po të jenë shkëputura, një nga këto dyja nuk shkon pa diskutim. E njëjta gjë është ajo që ne po themi proklamojmë, themi edhe opinioni im është thjesht në sensin duke qenë se keni pas me mirë raste në sallë. Sigurisht kjo gjë të jep një lloj konjeksioni me një fuqi të mbi natyrshme që në moment caktuar ti si më ngret duar dhe thua ne bëm më të mirën. Kjo ishte maksimumi dhe sigurisht tani me shpresë Zotit çdo gjë do shkojë ashtu siç duhet. Pra për këtë lloj besimi unë kam më shumë. Ja, patjetër që po. Patjetër që po, sepse kemi para së çuditshme dhe jo më larg se sa pardje, pa hyrë në detaje të generaliteteve, kur mora vesh rastin një hemorragji intrakraniale masive me bazën e aneurizme dhe pacientja debuton me 2 herë me krizë epileptike dhe ndërkohë mrena 3-4 orëve shndërrohet në koma 3 pikshe. Sigurisht u ndërhy, u mbyll me embolizim, pra me endovaskular, nga kolegët që merren me këtë punë, unë vetëm e kam të dëgjuar sepse sigurisht nuk isha në shërbim, isha në shtëpi këtë fundjavë por kishte minutë gjithë që zot. Domthonë ndërkohë papritmas që shumë rrallë ka bërë, pra mund të ketë ngjarë kjo, skaneri i dytë vjen më mirë se sa i pari, në kuadër 3-4 orë jemi habit gjithë, me thënë drejtën. Dhe sigurisht ai shpreha ka zot, pa diskutim që vlen. Doktor, një tjetër pyetje, në rast se nuk do ishit mjek, çfarë do doni të ishit? Duke u nisur gjithmonë nga gjithë tërësia e profesioneve të tjera dhe duke të parë në plan të parë politikën. Pra, mund të ishit diçka tjetër, politikan ose një fushë tjetër, apo mendojnë që sot e parë në këtë këndvështrim është zgjedhja e durë absolute? Ja, unë kam pas, domethënë tash ka qenë shtysë e mbrëmshme pjesa e zgjedhjes së profesionit të mjekësisë, po në politikën edhe pse në rinin time të hershme pra nga viti 3, viti 4, gjimnaz mund të jem përfshirë, por me kalimin e kohës shikoj që natyra ime dhe integriteti im njerëzor, për flasim profesionalisht tjetër gjë, pse nuk zën ma vend në këtë lloj situate që ne jemi. Domethënë dhe gati më ka kaluar në neveri pjesa e politikës, mungesa e meritokracisë dhe në farë mënyre të justifikuar dhe një gjë që nuk mund të justifikohet dot më. Kështu që ke pjesa politikës sigurisht nuk e gjej veten fare, pa diskutim nuk e shoh në për nuk e di po themi drejtime të tjera, se di ku mund të isha në po psikiatër jo herë, për shkakun që të isha mjek, sepse më duhet interesante të jem shumë sinqert, por nuk e di, domethënë më zhduk shumë e vështirë kjo lloj pune në fakt është shumë e vështirë me njerëzit. Sidomos me popullin sanguin tonë, që është Profesor, një tjetër pyetje, cili është qëllimi që i keni vendosur vetes? Qëllimi që keni profesionalisht si mjek edhe si një ndër mjekët tanë më të mirë të sistemit tonë? Tash nga pikpamje personale, përgjithsisht mendoj që sigurisht ka vene gjithmonë për përmirësim, pa diskutim, ka vene për me shkruajt akoma artikuj siç kemi bërë me grupin e kolegëve, pra
që nga gushti i kaluar deri në janar të këtij viti janë botuar 6 artikuj. Janë 4 postrat pranuar në Kongresin e Shoqatës Evropiane që mbahet në Lisbon 2025-ën, webinare, konferenca pafund, pra përveç punëve tona të përditshme si mjek. Kjo sigurisht të jep një mbushje të mirë, pa diskutim. Domethënë, them që nga pikpamja personale, profesionale, them që ndoshta nuk jemi drejt saturimit. Por marrëdhëniet me brezineri pasaj, ato janë për mua shumë të rëndësishme. Po them brezineri, pra brezineri profesional flas. Janë shumë të rëndësishme sepse në fakt edhe pse ngjajnë në momentet veçanta si me në frego, pak pra si jo si të interesuar, por në moment që ato kuptojnë siç më ndodh zakonisht me studentët, janë mosbesues që do zhvillohet në rregull procesi mësimor. Nga gjysma e dytë e ciklit ato pastaj kuptojnë ky që ka dhe ato bën shumë të interesuar, domethënë i ngjallet një lloj dëshire për materiale shtesë, po themi për interaktivitet në e ke tamam si një qëllim në vetvete edukimin e prezidentëve. Pa diskutim. Aq sa ka mundësi patjetër. Është varet, domethënë fakulteti jon, sigurisht ti e di vetë, domethënë fakulteti jon ka një sër pedagogësh të kalibrit, të jashtëzakonshëm, punën me seriozitet, gjithë pa diskutim. Por është marrëdhënie, pra do duhet edhe breziri. Sigurisht. Si nuk di çfarë gjeneracioni i bie zoja, si e kanë thonë. Doktor, dal nga dal kemi afruar deri të fundit të emisionit, unë do doja. Po vika keq. Deri tani kemi shkuar shumë mirë, po koha ka rendur shpejt. Do doja një mesazh të fundit drejtuar të rinjve në tërësi, që në gjykimin tim janë absolute ardhmë e shoqërisë tonë. Nëse bëhet fjalë nga pikpamja e përgjithshme, pak a shumë nuk mund të ndaj me atë që i themi unë dhe laureata ime kalamajve tonë ke shtëpia që do të jemi njerëz në radh parë, kjo është shumë e rëndësishme. Pra të jemi njerëz, pastaj të jemi edhe profesionist. Po u kombinon të dy akoma dhe më mirë, po pikë parë ti je njeri. Mirë, po ne në fakultete nga vetë profili punës tonë, ne nuk është se merremi me kur kemi mundësi, sigurisht që po, patjetër, por edukata merret në familje, nuk merret në fakultet. Nga pikpamja profesionale, pastaj ajo që është shumë e rëndësishme është të lexuarit dhe të shpenzuarit kohën në spital. Vetëm duke lexuar dhe duke shpenzuar kohën në spital dhe duke e konsideruar si punën tate të 30 vjetëve që vinë, ti mund të arrish në një farë mënyre të krijosh një start mirë profesional. Keni parasysh që për veçantitë që kanë si animacioni, 30% e suksesit janë manipulimet, 70% që ka të bëjë me mënyrën se si ti e menaxhon rastin qoftë nga pikpamja, pra duke përkthyer atë që ke lexuar nëpër libër, duke përkthyer në teori. Dhe së fundi fare nuk mund të jesh mjek i mirë pa empati. Empatia është shumë e rëndësishme, sepse na qellon që në të njëjtën roje dikujt duhet më thanë që familjari jot po ndron jetë apo ka ndruar jetë, nga ana tjetër gëzon tjetrin që pacienti vet, pra familjari vet është ekstubu dhe ka dalë nga një intervent shumë i rëndësishëm. Pra do duhet të jesh po aq empatik për të dyja kategoritë. Dhe nëse kombinohet libri me orët e punës në spital dhe me empatinë, atë që është kryesorja fare në zanatin tonë, në profesionin tonë, që është kontrata me pacientin, ti e realizon më së miri, sepse në finale fare, meqense folëm edhe për Zotin, në finale fare llogarinë me Zotin e ke mbi bazën e kontratës që ke bëu me pacientin dhe ai ke shërbyer asaj kontrate me korrektësi. Gjë që të bën të mundur të japësh atë që duhet më të mirën tek pacienti, por mos të harrojmë edhe elementin tjetër shumë të rëndësishëm, të qenë korrekt me kolegët e tuaj dhe me sinqeritet maksimal në punë, sepse nëse ne mçefim diçka, po themi apo nuk e tregojmë si duhet, tendenca dhe mundësia që situata të agravohet është shumë e rëndë. Kështu që libri, orët e punës në spital, empatia dhe kontrata me pacientin janë 4 elementet që besoj i garantojnë që të jenë dhe mjek dhe mbi të gjitha të jenë njerëz.
Doktor, të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ka qenë një podcast shumë i këndshëm. Shpresoj që të kemi dhënë mesazhe të Sinqerisht shumë i këndshëm. Domthon era parë që shihim në këtë format, siç e thamë në fillim, që ka më mirë se konferenca. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Duke ju falenderuar gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkur në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.